Po si qytetarë që jetojmë këtë vend është sigurisht që e kemë pa me shumë shqetësim, duke ditur kushtet socioekonomike me cilat përballet shoqëria jonë. Tani më të kemi edhe këtë rritje të proklamuar të çmimit të energjisë, e cila do të pasohet mandej me zinxhir të rritjes në çdo sektor tjetër, vërtet është shumë shqetësuese dhe bazuar në këtë ne nuk kemi mundur të qëndrojmë indiferent dhe kemi provuar të reagojmë për ta kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm. Po është një nismë e cila është organizuar prej një grupi të aktivistëve të shoqërisë civile, të cilët veprojnë në Kosovë. Fillimisht është themeluar një grup në rrjetin social në Facebook, ku përmes tij po provojmë që të shpërndajmë sa më shumë informata tek qytetarët, fillimisht tek ata të cilët janë prezent në rrjetet sociale dhe që dihet që janë një numër i madh, duke ju shpjeguar gjithëve për pasojat që do të sjell nëse një vendim i tillë vetëm merret prej anës së zyrës së rregullatorit, dhe në anën tjetër për të bërë një mobilizim i cili rritet, bën përfshirje të sa më shumë qytetarëve, sa më shumë grupeve të interesit për ta sfiduar këtë vendim dhe për të kërkuar që mos të merret në këtë kohë. Secili prej nesh jemi aktivistë të cilën merrem me punë në terren, pra duke filluar prej meje dhe kolegëve tjerë, pra ne jemi të angazhuar gjatë tërë kohës me aktivitetet tona të përditshme mjedisore dhe kemi krijuar gjithandej Kosovës rrjet të njerëzve që i njohim, që diskutojmë dhe që angazhohemi bashkërisht për problematika të caktuara, kryesisht mjedisore. Me të marrë këtë nismë, sigurisht që ne kemi diskutuar me gjitha njerëz të cilët fillimisht i njohim dhe absolutisht nuk kemi hasur në asë edhe një i cili është treguar disi dakord me këtë çmim. Mandej, edhe në diskutime tjera, me shumë qytetarë, me shumë kompani të ndryshme, qofshin ato të biznesit, qofshin organizata jo qeveritare, oda ekonomike, e tjerë. Secili është i gatshëm të angazhohet për ta kundërshtuar këtë vendim dhe ne në fakt për këtë edhe kemi themeluar edhe vetë grupin, edhe vetë iniciativën që të ofrojmë rreth vetes dhe të informojmë sa më shumë qytetarët dhe normalisht të kërkojmë prej tyre që të bashkohemi për ta kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm. Grupi si grup fillimisht kemi bërë një peticion ku është kanë nënshkruar prej qytetarëve, peticion online, dhe kjo do të jetë vetëm faza e parë e kundërshtimit tonë, dhe nëse shohim që me të vërtetë nuk ka reflektim prej anës së zyrës së rregullatorit, është e pashmangshme të organizohet një protestë ku ne do të ftojmë sa më shumë qytetarë që të marrin pjesë, në mënyrë që t'i bëjmë me dije atyre që vërtet nuk munden të marrin vendime të cilat e ndikojnë kaq shumë jetën e qytetarëve dhe të kalojnë as lehtë. Do të ketë edhe hapa tjerë, është edhe një diskutim që në fund të fundit t'i thrasim të gjithë qytetarët e këtij vendi për ta bojkotuar pagesën e energjisë elektrike. Pra nëse vetëm nuk reflektojnë dhe nuk merret parasysh interesi i qytetarit, atëherë edhe ne qytetarët kemi të drejtë të reagojmë dhe të kërkojmë llogari dhe përgjegjësi, sepse nëse kemi një rritje kaq të madhe të çmimeve, e në anën tjetër nëse nuk kemi lëvizje për ta përmirësuar standardin, qoftë rritjen e pagave, sektorin publik, privat, atëherë si është e mundur që ne mund t'ja dalim dhe të jetojmë normal në këtë vend.